Ebu Derda. Ebu Derda ishte larguar nga bota e stëngërkuar materialiste për të kërkuar e gjetur qetësi shpirtërore në dy botët. Abdurrahman ibn Auf, Uvejmir ibn Malik el Hasregji, i quajtur Ebu Derda, u zgjua herët nga gjumi dhe shkoi te idhulli i tij, që kishte vendosur në vendin më të bukur të shtëpisë së tij. Ai e përshëndeti atë dhe e parfumosi me aromën më të mirë të shitores tij të madhe. Pastaj veshi ca rroba të reja më ndafshin nga më të mirat, të cilat ja kishte dhuruar një tregtar i ardhur nga Jemeni. Kur u ngrit dielli lart, Ebu Derda doli nga shtëpia dhe u nis për në shitoren e vet. Rrugët gumzhinin nga radhët e njerëzve që ngushtoheshin duke shkuar pas Muhamedit a.s., ndërsa ata ktheheshin nga Bedri. Në kryet tyre ishin disa grupe e robrish nga kurejshitët. Ju prezantua atyre. Nuk qëndroi gjatë dhe u takua me një djalë, i cili ishte nga Hazregjinjt. Djaloshin e pyeti për Abdullah ibn Revahan. Djaloshi Hazregji i tha: ai është sprovuar në luftën e Bedrit me sprovat më fisnike dhe është kthyer shëndosh e mirë, dhe i tha të mos brengoset për të. Djaloshi nuk u habit me pyetjen që e bëri Ebu Derda lidhur me Abdullah ibn Revahan, pasi të gjithë njerëzit kishin dieni për lidhjen vllazërore që i obligonte ata në mënyrë të ndërsjellë, nga se ata kanë qenë të vllazëruar që në kohën e ignorancës. Kur shpall feja islame, atë e pranoi Ibn Revaha, ndërsa Ebu Derda nuk e pranoi. Por ky veprim i tillë nuk shkëputi lidhjet e forta vllazërore ndërmjet tyre. Kështu Abdullahu Zurit i propozoi Ebu Derdës që t'i bëj vizitë dhe t'aftojë në fen islame, me që raste i kërkon prej tij ta pranojë atë, dhe i vjen keq që po kalonte koha e ai ende është pa besimtar. Ebu Derda arriti në shitoren e tij dhe u ul në një karige të lartë. Ai zuri të shes dhe të blej gjëra, urdhëronte dhe ndalonte shërbëtorët e tij. Ai nuk dinte gjë se ç'po ndodhte në shtëpinë e tij. Në atë kohë Abdullah ibn Revaha shkoi në shtëpinë e shokut të tij tek Ebu Derda. Ai kishte vendosur të bëjë një punë. Kur arriti në shtëpi, ai e pa derën e hapur. E shikoi nënën e Ebu Derdas në oborrin e tij dhe tha: "Shpëtimi i Zotit qoftë mbi ty, o robi i Allahut." "Edhe mbi ty qoftë shpëtimi i Zotit, o vëlla i birit tim, Derdës." Ja ktheu ajo. "Ku është Ebu Derda?" pyeti ai. Ajo tha: "Ai ka shkuar në shitoren e vet dhe nuk do vonohet shumë e do të kthehet." "A më lejoni të hyj?" tha ai. "Ti je i mirë se ardhur." Tha ajo dhe Zuri t'ia liroi rrugën. Ajo shkoi në dhomën e saj dhe u angazhua për të rregulluar shtëpinë dhe për t'u përkujdesur për fëmijët e saj. Abdullah ibn Revaha hyri në dhomën ku e kishte vënë Ebu Derda idhullin e tij. Ai e mori atë dhe Zuri ta thyei duke thënë: "A nuk është çdo gjë të cilës i lutet njeriu përveç Allahut veprimi kot?" Kur e çeptoi atë doli nga shtëpia. Nëna e Ebu Derdas hyri në dhomë ku ishte idhulli. Ajo u shtan kur e pa atë të bërë copë grim. Copat e tij i gjeti të hedhura për tokë. Ajo Zuri t'i bjerë faqeve të saj me duar dhe tha: Më shkatërrove, o Ibn Revaha." Nuk kaloi shumë kohë dhe Ebu Derda u kthye në shtëpi dhe i gjeti gruan e tij duke qarë dhe duke bërtitur, e ulur te dera e dhomës ku ishte idhulli i thyrë. Në fytyrën e saj pikaseshin shenja frike. "Ç'u bë me ty?" tha ai. "Vëlla i yt, Abdullah ibn Revaha ka ardhur te ne kur ti nuk ishe në shtëpi dhe siç po e sheh, ka vepruar kështu me idhullin tënd." Ai shikoi idhullin dhe vuri re se ai ishte thyer. U tërbua nga mlefi dhe i shkoi mendja ti hakmerret për këtë, por nuk kaloi shumë kohë dhe ndroi atë mendim të pamatur dhe i kaloi mlefi. Mendoi në atë që kishte ndodhur dhe tha: "Po të kishte ndonjë dobi në këtë put, ai vetë do të mbrojë nga shkatërrimi." Pastaj me njëherë shkoi te Abdullah ibn Revaha
dhe së bashku me të shkuan tek I dërguari I Allahut dhe njoftoi botërisht se po e pranon fenë e Allahut. Ai ishte banori I fundit nga lagji e tij që pranoi fenë islame. Ebu Derda, që në çastin e parë besoi në Allahun dhe në të dërguarin e tij me besim të sinqert dhe me tërë qenien e vet. Ai u pendua sinqerisht për kohën që kishte kaluar pa bërë mirësi. Mësoi mirë se ç'kishin bërë shokët e tij në përvetësimin dhe mësimin e rregullave të fesë Allahut, në mësimin përmendësh të librit të tij, adhurimin, ibadetin dhe devocionet që ishin mishëruar në shpirtrat e tyre për Allahun. Ai vendosi ta arrijë atë që I kishte ikur me një angazhim të madh, t'i vazhdoi përpjekjet e natës me përpjekjet e ditës, gjersa t'i arrijë shokët e tij dhe të mbajë shtegun me ta. Ai filloi të bëjë adhurim duke u larguar nga kënaqësitë e kësaj bote. Filloi të marrë dije me ëndje të mëdha, ndaj me përkushtim ju dha mësimit të librit të Allahut, duke mësuar fjalët e tij dhe zori të thelloi në perceptimin e thënieve të tij. Kur vuri re se tregtia do ta pengonte nga të shijuarit e shijes së adhurimit, si dhe nga pjesëmarrja në tubime të ndryshme që bëheshin për të nxënë dituri, ai hoqi dorë nga ajo pa u hamendur dhe pa I ardhur keq fare. Një njeri e pyeti atë për këtë veprim të tij, për të cilin ai u përgjigj: "Unë isha tregtar para se t'ja jepja besën pejgamberit të Allahut, dhe kur u bëra musliman, dëshiroja t'i bashkoja tregtinë dhe ibadetin, adhurimin, por unë nuk e kisha drejt. Andaj lashmënjan tregtinë dhe ju rreka adhurimit." Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti I Ebu Derdës, unë nuk dëshiroj të kem sot një shitore para derës xhamisë, e të më kaloj një namaz pa e falur me xhamat së sa të shes, të blej dhe të fitoj çdo ditë nga 300 dinar. Pastaj I hodhi një shikim pyetësit edhe I tha: "Unë nuk them se Allahu ka ndaluar shitblerjen, por unë dua të jem njeri prej atyre që nuk I largon tregtia as shitblerja nga përmendja e Allahut." Ebu Derda nuk e braktisi vetëm tregtinë, por ai u largua edhe nga shijimi I kënaqësive të botës. Hoqi dorë nga stolitë dhe ornamentet. Ai u kënaq vetëm me një kafshat të thatë për të plotësuar nevojat e tij jetësore dhe rroba të thjeshta për të mbuluar trupin. Një natë kur po bënte ftohtë I madh, tek ai u kthye një grup njerëzish. Ai u ofroi ushqim të nxehtë, por mbuloi nuk u ofroi. Kur zori I marr gjumi, ata filluan të pyesin njëri tjetrin për mbuloj, dhe njëri prej tyre tha: "Unë po shkoj dhe po e pyes për to." "Lëre, ktheu," I tha tjetri. Por ai nuk u ndal. Derisa arriti te dera dhe pa të zotin e shtëpisë të shtrirë, kurse gruaja e tij ishte ulur afër tij. As ajo e as ai nuk kishin gjë mbi trup, përveç se nga një robë të hollë që nuk I mbronte nga vapa e as nga të ftohti. Njeriu I tha Ebu Derdës: "Siç po shoh, ti po bie të flesh ashtu siç po bijem ne. Ku I keni plaçkat tuaja?" Ebu Derda ju përgjigj: "Ne kemi një shtëpi në të cilën shokëve u sjellim çdo gjë që kemi nga sendet tona. Sikur të kishim diçka më tepër nga ato sende, ne do t'ua jepnim ju. Pastaj, në këtë rrugë që ja kemi mësyer, gjerna të shtëpi është një pengesë e fshehtë dhe mundimshme. Ai që ka barë më të lehtë, aq më mirë për të. Ne dëshëm ta lehtësojmë barën tonë nga sendet e rënda me shpresë që ta kalojmë atë." Pastaj I tha njeriut: "A kuptove?" "Po, e mora vesh. U shpërblefsh më të mirë," I tha ai. Në kohën e halifatit El Farukut, Omerit, paqja Allahut qoftë mbi të, atij deshën t'i jepnin për qeverisje një vilajet në Sham. Por ai e hodhi poshtë atë dhe tha: "Nëse dëshiron o Omer të shkoj që t'ua mësoj atyre librin e Allahut dhe sunetit, traditat dhe hadithet e pejgamberit, dhe të falem me ta, po shkoj,
Omeri u knaq me përgjigjen e tij. Ebu Derda shkoi në Damask. Kur arriti atje, vuri re se njerëzit ishin dhënë me pasion pas luksit dhe jetës komode. Këto e tronditën. Andaj dhe i ftoi njerëzit në xhami. Ata u tubuan rreth tij dhe ai u ngrit dhe tha: "O banor të Damaskut, ju jeni vëllezërit e mi nga feja, fqinjet dhe aleatët tanë në luftë kundër armiqve. O banor të Damaskut, a thua, çfarë ju ndalon juve të mos më vdoni e të mos i përfillni këshillat e mia, ndërsa unë nuk kërkoj asgjë nga ju? Këto këshilla ju a jap juve, por unë nuk varem për jush. Siç po e shoh, njerëzit tuaj të ditur po shkojnë në rrënjet, kurse të paditurit nuk po mësohen. Unë po vrej se ju jeni dhënë pas atyre gjërave për të cilat ju ka garantuar Allahu, ndërsa i keni lënë gjërat për të cilat jeni urdhëruar. Po ndërtoni ndërtesa në të cilat nuk banoni. Po meditoni për atë që nuk e realizoni. Po grumbulloni atë që nuk e hani. Edhe para jush popujt janë tubuar dhe kanë medituar. Nuk kaloi shumë kohë dhe turma e tyre mbeti e shkatëruar, synimet e tyre mashtrim dhe shtëpitë e tyre varreza. Ky është Adi, populli i pejgamberit Hud. O banor të Damaskut, toka ja ka glabruar pasuritë dhe bijtë. Cili prej jush sot blen mbeturinat e Adit për 2 dirhem? Njerëzit zunë të qajnë me zë gjersa u dëgjuan zërat nga obori i xhamisë. Që nga ajo ditë, Ebu Derda zuri të shkojë në tubime të njerëzve, të futet në tregjet e tyre. Ai i përgjigje njeriut që e pyeste, mësonte të paditurin, ja tërhiqte vërejtjen atij që ishte i pakujdesshëm duke shfrytzuar çdo rast që i jepej. Ndërsa po kalonte pranë një grupi njerëzish, të cilët ishin tubuar rreth një njeriu dhe kishin filluar të arrahin e të fyejnë, ai u afrua atyre dhe i pyeti: "Çuba, një njeri ka bërë mëkat madh", i thanë ata. Ai tha: "Po ta kishit parë se ai po bie në ndonjë grop, a nuk do ta nxirrnit prej saj?" "Po", i thanë ata, "mos e fyeni pra, as mos e rrihni, por këshillojeni dhe mësojeni, mos të gaboj dhe falenderojeni Allahun që ka shpëtuar të mos bëni gabim të tillë siç ka bërë ai." Tha ai. Ata e pyetën: "A nuk e urren atë?" Ai tha: "Jo, unë urrej veprën që ka bërë, dhe kur të heq dorë prej saj, ai është vëllai im." Pas kësaj njeriu zuri të qaj me zë dhe u pendua. Ky i ri ju afrua Ebu Derdas dhe i tha: "Më këshillo, o shok i pejgamberit Allahut." Ai i tha: "O biri im, përmende Allahun kur je më smiri, e ai të përmend ty kur je më së ngushti. O biri im, pahu i urtë dhe i ditur, i dëgjueshëm edhe mos u bëj ignorant, se shkatërrohesh. O biri im, le të jetë xhamia shtëpia jote, se kam dëgjuar pejgamberin e Allahut duke thënë: Allahu fuqiplot u ka garantuar atyre për të cilët xhamit janë shtëpitë të devotshmërisë, mirëqenie, mëshirë dhe kalim në rrugën e cila shpije në arritjen e kënaqësisë së Allahut fuqiplot." Ndërkaq një grup njerëzish, djemë të rinj, ishin ulur në rrugë, bisedonin dhe shikonin kalimtarët. Ai u afrua atyre dhe i tha: "O bijtë mi, shtëpia e njeriut musliman është vend hermetik ku njeriut i ulet tensioni dhe ul shikimin e tij. Keni kujdes të mos uleni në përtregje, se një veprim i tillë ju bën të pakujdesshëm që të flitni fjalë të pamatë." Gjatë qëndrimit të Ebu Derdas në Damask, valiu i Shamit, Muavijatu ibn Abi Sufjani, dërgoi një njeri te Ebu Derda për t'ia kërkuar bijën e Derdës për djalin e vet, Jezidin. Ai nuk u pajtua që e bija e tij të martohet me të, ndaj të bijën ia dha një të riu musliman të thjesht me besimin dhe moralin e cilit ai, Ebu Derda, ishte i kënaqur. Ky lajm u përhap në popull, që zuri të thotë: "Jezidi i biri i Muawiut
Ka kërkuar për martesë bijën e Ebu Derdës, por atë e ka refuzuar jati i saj dhe ja ka dhënë një muslimanit varfër. Një njeri e pyeti se çe kishte shtyrë të veprojë ashtu. Unë kam pyetur se përse ka vepruar ashtu Ebu Derda i devotshëm. Ai u përgjigj: çdo të mendonit për Derdën, po të vinin shërbëtorët e t'i shërbenin asaj ndërsa ajo të gjendet në pallate, ku shkëlqimi i gurëve të çmuar t'i merr syt? Ku do të mbetej besimi i saj atëherë? Gjatë qëndrimit të Ebu Derdës në Sham, prisi i muslimanëve Omer ibn ul-Hatabi kishte shkuar në një vizitë për të parë gjendjen e muslimanëve dhe vizitoi shokun e tij, Ebu Derdan, natën në shtëpinë e tij. Ai shtyu derën, e cila kishte qenë pa dry. Hyri pa frikë në dhomën e errët. Kur Ebu Derda dëgjoi zërin e tij, u ngrit në këmbë për ta përshëndetur dhe i tha të ulet. Të dy burrat filluan të bisedojnë. Errësira nuk u mundsonte që ta shohin shoku shokun. Omeri preku jashtëkun e Ebu Derdës dhe vërejti se ai ishte një shtroj që vihet mbi kal. Omeri vazhdoi të prek shtratin e tij dhe vuri re se ai ishte prej gurëve të vegjël. Kur e preku mbulojën e tij, vërejti se ajo ishte një mbulojë hollë që nuk e pret fare të ftohtin e Damaskut. Ai tha: Zoti pas të mëshirë ndaj teje, a nuk të kam bërë të pasur dhe a nuk të kam dërguar ty? Ebu Derda i tha: a të kujtohet, Omer, një hadith që na e tregoi i dërguari i Allahut? Cili është ai? E pyeti Omeri. Ai tha: a nuk ka thënë pejgamberi alayhis salam, le të jetë pasuria juaj në këtë jetë sa pasuria e një udhëtari? Po, ashtu është. E që kemi bërë ne pas ti, Omer? Omeri zurit qaj, edhe Ebu Derdës i plasi vaj. Ata vazhduan t'i përgjigjen njëri tjetrit në pyetjet e ndërsjellta, ashtu duke qarë, derisa u bë mëngjes. Ebu Derda mbeti në Damask që t'i këshilloi banorët e tij, t'ua përkujtoi dhe t'ua mësoi Kuranin dhe urtësinë, derisa i erdhi vdekja. Kur e kaploi sëmundja e vdekjes, e vizituan shokët e tij dhe i thanë: nga çka ankohesh? Nga mëkatet e mia. Tha ai: çfarë dëshire ke? E pyetën ata. Dua të më falë Allahu, u ktheu ai. Atëhere u tha njerëzve përreth: thoni la ilahe illallah, Muhammed Rasulullah, dhe vazhdoi të përsëris këto fjalë derisa ndroi jetë. Kur Ebu Derda ju kthye zotit të tij, Auf ibn Malik el-Eshji, pasi që sheh njeriu në gjumë një livadë të gjelbër, hapësirë të gjerë dhe një strehimore të madhe në të cilën ishte një kupole madhe prej lëkure, e në të ishte një dele duke mrizuar, gjë që syri njeriu të kur nuk e kishte parë më parë. E tha: e kujt është kjo? E Abdurrahman ibn Aufit, i thanë ata. Abdurrahmani doli nga kupola e i tha: o Malik, kjo është ajo që na e ka dhënë Allahu me Kur'an. E nëse ke nderin të atrasosh këtë rrugë, do të shohësh çka nuk të kanë parë syt. Do të gjesh atë që shpirti yt kur se ka marrë me mend. Ibn Maliku tha: e kujt është tërë kjo, o Ebu Muhammed? Ai i tha: Allahu fuqiplot e ka përgatitur atë për Ebu Derdan, nga se ai ishte larguar nga bota për të kërkuar e gjetur qetësi shpirtërore për të dy botët.